të drejtat tona. Ja kuptoj. Tepelena, për ty? Normale iniciuar në mënyrë siç e kemi filluar që në ditën e parë që ka qenë protestë qytetare, super qytetare, paqësore, edhe kemi pasur një provokim i padobishëm komplet nga policia, domethënë një sjellje brutale komplet pa vend, domethënë nuk e kuptuam se gjithaj ku buron gjithaj agresivitet, domethënë. Duke treguar i dhunshëm ndaj protestuesve të ndryshëm, domethënë. Ishte situata që më shumë vjen në sprov policinë e shtetit që duket që është me urdha nga e pror politik sesa nga ata që do të burojnë nga profesionalizmi i tyre. Dhe tregojnë provë se janë edhe të patrajnuar në raste të protestave civile, domethënë. Shteti atyre tregon që jo vetëm që nuk kanë asnjë lloj limiti, domethënë, por nuk din se cilën në rast të caktuar tregojnë një agresivitet pa vend, edhe kur janë simbolike, kur janë akte simbolike të protestuesve. Kjo tregon që kemi përpara një regjim i cili edhe kur përpara akteve simbolike është i trembur, pra është i trembur. Tregon që kanë hyrë në një fazë shumë të vështirë, pra ndjen vështirë ku ka një grumbullim njerëzish të cilët janë aty për të shprehur revoltin e tyre. Dhe dita ditës kjo forcon dhe besimin tek qytetarët, tek protestuesit, domethënë, sepse frika, gjë më fantastike e kësaj, që kur ka filluar të protesta është thyer frika tashmë. Pra njerëzit nuk kanë më frikë të protestojnë. Shoqëria shqiptare është zgjuar, është në këmbë. Dhe kjo tregon që regjimi është i papërgatitur, ndodhi i papërgatitur, se mendoj se duke arrestuar 2-3 aktivistë apo qytetarë aty do thyej gjithë. Por kjo ka bërë efektin e kundërt, po kthej në bumerang për qeverinë, domethënë, për regjimin po kthej në bumerang. Domethënë, sa më shumë fillojnë ushtrojnë dhunë, siç ishte rasti i Zvërnesit, aq më shumë shërben si katalizator që njerëzit të revoltohen, të protestojnë më fuqishëm. Pra ka filluar një fazë, të cilën unë do e quaj një fazë, është kritike shumë për regjimin, por është fazë shumë pozitive për shoqërinë. Pra, shqiptarët kanë marrë forcë, kanë marrë kurajë që nuk trembën para asnjë shantazhi apo para asnjë kërcënimi. E kuptoj, dhe ditën e djeshme gjithashtu u rrëzua edhe një propagandë që qëndronte prej 30 ditësh, paktën nga ana e mazhorancës, që ishin muskuj patru ato. Madje do doja ta citoja me që e kam dhe besoj regjia do të na ndihmoj se si u referua dhunës në Zvërnec, kryeministri Rama, ishte ndaj atij grushti muskujsh patru me statusin e rojes private dhe përgëzoi leadershipin e policisë së shtetit për reagimin e shpejtë. Kështu ka qenë paktën qëndrimi i kryeministrit Rama një muaj më parë ndaj marrjes zvarr të një qytetari në Zvërnec, ndërkohë ditën e djeshme leadershipi i policisë së shtetit ishte muskuli dhe grushti patru ndaj qytetarit. E lema, pse mjaftoi një muaj që kryeministri kundërshtonte veten kaq shpejt? Ai e bën shpesh kohëve të fundit. Kjo tregon që kalaja e tij po shembet, dhe po shembet fuqishëm. Po shembet nga i shesh, ku zërat e qytetarëve çdo ditë kërkojnë ndërheshen e tij për 1000 arsye. Pra janë të gjitha kauzat e çdo qytetari për jetën e përditshme, për arsimin, për shëndetësinë, për transportin urban, për gjithçka që kanë dalë në atë shesh dhe brorasin fort dhe kërkojnë vetëm një gjë, ndërheshen e Ramës. Pra, ata që, sepse aty kanë folur në mikrofon njerëz që kanë votbesuar para zgjedhjeve dhe thonë që ne nuk e duam më. Ajo vot ishte e gabuar për Ramën, se unë s'mund të quaj as kryeministër më, realisht. Po të thuaj që janë shumë të majtët në shesh? Në shesh ka pa dallim partie. Aty vijnë pa logo partie, aty janë qytetarët të cilët duan vetëm një gjë, ndërheshen e Ramës. Dakor, ju, Tepelena, jeni edhe në një luftë propagande me Ramën. Edhe pse ditën e djeshme ishte, deri nga dreka ishte fitore për ju. Është e dije, ka filluar një propagandë stilit Gebelcian që ditën e parë duke atakuar individ të ndryshëm, duke menduar se ata janë sigur ata janë përfaqësues apo organizatorë të protestës. Do të thënë, nuk ka kuptuar akoma që gjithë kjo protestë nuk ka organizator të caktuar, të cilët ai mendon se mund të duke të denigrojë gjithë protestën,
ose bën për të trembur njerëz, domethënë, një nga këto arsyet. Nuk ka kuptuar që protesta është aq kompakte, aq organike, vjen aq organike sa edhe sikur të sulmoj organizator të caktuar, protesta nuk shuhet, jo vetëm nuk shuhet, por rritet. Sepse rriten numra çdo ditë dhe nuk ka lidhje fare me individ të caktuar se protestës, sepse është aq horizontale, aq e decentralizuar sa nuk ka jo ram, po kush do të ketë. Megjithatë ky decentralizim sjell edhe rrezikun që të ketë edhe njerëz të ramës te ai horizontalitet. Nuk e përjashton. Patjetër që janë aty në mes gjithçka bëjnë për ta shuajtur protestën, për të provokuar, domethënë që ditën e parë tashmë jemi mësuar, kemi fituar imunitet ndaj kësaj gjëje. Ka një gjë që ai nuk arrin dot të ta shuajë, mjafton shohim dhe luftën me algoritmin që bën. Nuk ka algoritëm që thën algoritmin e protestës. Dhe ku është dhe Dimota Ulan Balla i bën share të gjithë kabineti këtu, domethënë janë bërë edhe qesharak, janë bërë edhe grotesk në sytë e protestës, në sytë e shqiptarëve, domethënë është mbreti që bën status